nga ajo? Unë po besoj që po të kish pas përqarje, kish pas shumë a shumë vështërsi. Po i kemi pa që ka pas fest në kuptimin e manifestimit që ndodhi të dielën dhe ka pas entuziazëm për rikthimin e Vjosa Osmanit. Kemi pa edhe frymë kudo që e mbështet këtë rikthim. Dhe kam pa shumë partitë politike që e kanë sulmu pikërisht këtë rikthim. Madje kanë harru Albin Kurtin dhe arsyeën kryesore pse na kanë çuar në zgjedhje, më shumë duke i penguar bashkimi LDK-s dhe rrugtimi LDK-s në një, duke dhënë alternativa Kosovës për një qeveri të mirë dhe një president të mirë. Dhe kjo ndoshta edhe po më gëzon pse po merren të tjerët vetëm me LDK-n dhe me Vjosa Osmanin, sepse ata po e dinë se ku dhe kush po del i pare dhe nga ku vjen rreziku dhe potenciali për të qenë të paret dhe për të krijuar institucionet në të ardhmen. Dhe në këtë